i kanalizon punëtorët më të cënueshëm drejt punëve më të rrezikshme. Teksa flasim, zonja Hoxha, si ndikon kjo tragjedi, këto tragjedi, sepse ndër vite ka pasur tragjedi të tilla në vendet të punës, në perceptimin e migrimit tek të rinjt në Kosovë, dhe jo vetëm në Kosovë. Më falë edhe një herë, nuk po ju ndëgjoj? Si ndikojnë këto tragjedi, zonja Hoxha, se kemi një moment shumë simpatik aty. Mi qenë se jemi drejt për drejt. Si ndikojnë këto aksidente tragjike në vendin e punës, në perceptimin e migrimit tek të rinjt në Kosovë, dhe jo vetëm tek të rinjt, dhe jo vetëm në Kosovë. Kërkoj edhe një herë falje për situatën. Këto tragjedi e komplikojnë perceptimin e migrimit, nga njëra anë migrimi vazhdon me u pas si rrugë shpëtimi ekonomik, si mundësi për të siguruar të ardhura dhe stabilitet për familjen, e nga ana tjetër, rastet si ky e bojnë të dukshme anën e errët të migrimit, punën e rrezikshme, pasigurinë, ekspozimin, largësinë nga familja dhe mundësinë që mungesa e mbrojtjes ta bëjë jetën e punëtorit të zhvlerësuar. Për të rinjt, ky nuk është domosdoshmërisht mesazh mos ikni, po është mesazh që migrimi nuk duhet romantizuar. Ai duhet parë me realizëm.